me plot vullnet e bën këtë punë, me plot energji pozitive. Na flisni pak a shumë, tash e sa kohë e punoni këtë punë? Unë tash që u bënën 5 vite që ja kom nisë kësaj pune, edhe jam shumë i lumtur dhe shumë i kënaqur që Zoti ma ka dhënë forcën me bë këtë punë, edhe e bëj me shumë krenari, se unë që të punë e bëj me zemër, se jam në momentet më të vështira për një familje që u përballu me një humbje jete i personit që kanë dashur më shumë ti, edhe nuk e din tani kam ja majt, se në qatë moment i ka kap mërzia, ka kap stresi, nuk e din tash çka me bë, e për që ata une si kompani jam aty pranë familjes që mu në momentet më të vështira për me bë transportin e të dashurit për Kosovë, ose për vetëmindje. Na flisni pak a shumë, se ishte momenti që ti vendose pikrisht ta bësh këtë punë, me qenë se nuk është punë e lehtë, është punë që ka të bëjë me emocione, e sidomos me transportin e kufomave. Si të lindi ideja që pikrisht merresh me këtë punë, të hapësh kompani, siç e ke, domethënë firmën Paqja? Po. Kjo ide lindi se unë s'pari unë vetë kom përjetu disa humbje në jetë, në kohën e kalore, kom vllaun, kom shokin më të mirë që kom pas si vlla, edhe dikur tani mes një shokit tem, baba i tij ka një firmë që 20 vite atje në Gjermani, edhe ai shoki tani se pa ta vizitu, shpesh ja shkoj shonë te ai këtë one, se nimi mëti me atë shokin, edhe diku më pat kallzu, tha jo, ja kom nis te baba me punu këtë punë, edhe më doke interesant, çfarë punë e bën, e kash e vizitova një ditë në Berlin, edhe tu nejt, du një rast, i kërsiti telefoni, baba i tha, hej, dush me shku me marrë një person ka dek të shtëpia, po më bën ai shoki, hej, du të më shku në punë, apo rrin këtu, ose çka po vjen me ndihmu? Thash, ai vet, po, thash, hajt po vi. Pa menu fort, thash, hajt po vi, po më intereson çfarë punë po bën. E për cilla, edhe ka një rast i rënd, që me të vërtetë nuk u kon në rast normal, po në fund me sukses u krytu me atë rast, edhe tani mu doke interesant. Si ka qenë rast i rënd? Asnjëherë s'po flasim me emra, na tregoni si ka qenë rast i rënd. Ndoshta ka qenë rast i rënd për ty, për shkak se për herë të parë je ballafaqu me kufoma? Për herë të parë jo, se thash që kom humb vet atë shokin më të mirë atëherë, e kom pa për herë të parë tani një kufom, edhe un kon pastrim te ai shoki, që ajo kon hera e parë që më përballu me kufoma, po kon e rënd se ai personi që ka dek në katin e 8, me një ndërtese, lifti u kon i prisht, edhe ai personi u kon dikon 160 kg. Unë ky shoki 2 vjet, edhe mole kape me zbrit shkallëve. Po, me zbrit shkallëve u kon një sfidë edhe një ushtrim, se me thonë, i rënd, edhe 2 natës, po s'patëm çare, u duft me shku, edhe që aty Nga kjo hjek, si tërë motivi që ti me vazhdu tutje, a nuk u ngope me kaq? Jo, se më doke interesant. Edhe tani, shkova veç për 2-3 ditë me nejt, tani mase e përballum qatë sfidë, thash, atin qka po rri edhe një javë. A ki kupto, po, nejt atë një javën e për cjela në punë. Se në qatë momenti që edhe me një fazë që jetën tem private nuk e di, se shumë puna e kom bo, shumë lloj pune e kom provu, po kërkon nuk më isha më kap diqysh që me thonë që kjo është puna e jemja. Tani më doke interesant, thash, hajt përrit të njovën e për cjela në punë, i kemi po raste të ndryshta, edhe më lindi interesi, se e pash se po më përballu. Se dikush nuk afrohet se tutët, ose ka një farë frige. Po mu më dak interesant, edhe po se kam një forcë, se vetë jam një person pozitiv, edhe nuk e lo shumë negativitetin nga të veti, edhe tani unë interesova. Shyra, në rrethinën tem që aty ku jetoj, unë nuk ka kërkon që e bën këtë punë. Edhe më lindi ideja, thash adin çka po interesona ma shumë, për kry njerë do raste me këshyra është për një me për mu, edhe dikur
Hina ma Po ferm. pastaj si fillove vetë pikrisht këtë punë? Po- Sa ishte vështirë? Fillove me ndonjë marketing apo Po unë e kom pas përshqyqe për krajnë ati shokit, se tash ai baba tina ka 20 vjetë, është shumë i njohur në Gjermani me qatë kompani. Ata në shqiptarë nuk janë tjetër, po ndoshta veç ka pas raste tonës tonë edhe Po. ka lidhaj direkt me po personin. njëherë kom kryu të në të raste, sidomos se o konë një firmë për musliman. Do më thonë që i kryin shërbimin për krejt muslimant. Do më thonë edhe çdo rast që ka pas tani më ka thirrë ta shko merre filanin aty ka ndrojet, shkojsha e kryesha. Tani u interesosh thash okay, diqysh edhe thashë diqysh edhe shqiptarët do të më ngre pak më shumë se unë kam qef për popullin tem me kontribu. Se para se me bo këtë punë gjithë jam kon aktiv për popullin tem. Atë jam kon kryetar i shoqatës tonë atje në Singen ku jetojnë qytetin. Edhe e kena përfashu Shqiptarinë dhe Kosovën gjithmonë me valle folklorike, që më kon vallëtar edhe në për emisione, në për koncerte dhe ndryshta. Edhe gjithmonë kom pas qef për popullin tim me bo diçka. So në vetë jam shumë krenar që jam shqiptar edhe jam lind në Kosovë, nëse jam shku si i ri në Gjermani atëherë, po prapë gjithmonë zemrën e kam këtu edhe shpesh vi në Kosovë. Dhe thësha diçka do të më bo. Tani thësha qysh me bo reklam, se në punën tem, tash unë është kështë shtirë me bo një reklam me thonë, hej, unë po bëj gjenaze, aty është pak e ronë. Edhe dikur menojsha, provojsha disa sene, po nuk e arrita qatë qëllim. Dërthinën ten e mërëm vesh shpejt, gjinja, po për ma largë, për më hapë, u kun kështë problem, edhe menojsha, okay, qysh për mi kap krejt shqiptarët. Edhe më lindë dhja, thashë, okay, gjdo shqiptar, ose të thëmë 90% e shqiptarëve rrinë TikTok. TikToki për momentin është numër 1 për shqiptarët. Ata shka bojnë të nditën veç rrinë të këshyrin e shtim videot, thashë, okay, pra, për dufka diqysh me TikTokit me kap. Ama nuk dojshë me bo veç një farë spot e reklame që bojnë tonë, për dojshë pak ma shumë me të regu punën tem. Ja spjegu, jo veç me bo reklam, po me spjegu se qka po bëj one, kush jam one dhe qfa punë e bëj. Edhe ja nisë tani me bo videot, në fillim njerë e bëjshë në gjuhën gjermanisht, po aty e pas se është ma shumë si video për TikTok, ma shumë, atëve që këshyshin edhe shtyshin, ama shqiptarë nuk e kuptojshin, s'po dishin qka ka bot. Tani dikur thash, okay, duk me nisë edhe shqip me full. Edhe me nisë me bo video shqip, edhe e kuptu në krejt, plus bësh kur peshat që shkum viral videos. Pa e prit, atë në pa një qëllim të kishe, së në tek e fundit veç që i kalzaj qka punë e bëj.